S'ka dyshim se të gjitha falenderimet, të gjitha bindjet, të gjitha nënshtrimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun krijuesin e gjithçkaje, i cili është pa fillim dhe pa mbarim. Atë e falenderojmë, për Allahu subhanahu wa ta'ala ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetjet tona më të përzemërta i dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili është pejgamberi i fundit. S'ka pejgamber tjetër mbas tij, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahu i lartë madhruar betohet në librin e tij fisnik ku thot: pasha agimin, pasha mëngjezin dhe pasha 10 ditët. Po ashtu thot i gjithë pushtetshmi në librin e tij fisnik: dhe përkujtojeni Zotin tuaj në ditë të caktuara. S'ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut azza wa jall. Udhëzimi më i mirë është ai udhëzim me cilin erdhi Muhamedi alayhi salatu wassalam. Për gjërave shumë të rrezikshme të këqija në fen tonë të dashur janë shpikje të risit, sajesat. Duhet dim se çdo shpikje është bidat, duhet dim se çdo bidat është dalale, është humbje, dhe se çdo humbje e shpije punuesin e saj në zjarr. Të nderuar besimtar, e falenderojmë përsëri Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili na ka veçuar ditë të veçanta, në të cilat ibadeti, adhurimi, ka më shumë vlerë se në ditët e tjera. S'ka dyshim se muaji më i mirë dhe më i begat dhe më i artë është muaji Ramazanit. Allahu subhanahu wa ta'ala me urësinë e tij prej muajve të vitit e ka dalluar Ramazanin. E ka veçuar atë. Allahu subhanahu wa ta'ala me urësinë e tij prej 10 netëve më të arta të vitit i ka veçuar 10 netët e fundit të Ramazanit. Allahu subhanahu wa ta'ala prej ditëve të javës e ka veçuar dhe ka lartësuar ditën e xuma, ditën që ne jemi sot. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala me urësinë e tij i ka veçuar dhe i ka dalluar 10 ditë nga të gjitha ditët e vitit. Dhe s'ka dyshim që ato janë 10 ditët e para të muajit që sa për pak do të hyjmë, pra që është prej muajve të shenjtë, muaji Dhulhixhe. Janë 10 ditët më të arta, më të vlefshme, më të mira të vitit. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhënë shumë vlerë. Dhe jo më kot ne e hapëm këtë hutbe me betimin e Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin fisnik, ku thot i gjithë përshtetshmi wal fajr wa layalin ashr. Pasha mëngjezin agimin dhe pasha 10 ditët. Dhe komentatorët e shumë të Kur'anit thonë që Allahu xhele xhelalu e ka fjalën për 10 ditët e para të Dhulhixhes, që inshallah fillojnë ditën e hënë, në datën 18 maj. Pra është 1 Dhulhixhe. Dhe Allahu xhele xhelalu betohet për rëndësinë e madhe që mbartin këto ditë. Kurse pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin e saktë: ma min ayamin el amalu salihu fihinna ila Allah min hadhihi yawmil ashr. Do të thot nuk ka ditë ku puna e mirë, vepra e mirë është më e dashur tek Allahu se sa në këto 10 ditë. Pra çdo punë që ti e bën të mirë në këto 10 ditë është më e vlefshme, më e rëndësishme se punë që do të bëje në ditët e tjera të zakonshme. Dhe vazhdon hadithi e pyetën sahabët: ja Rasulullah, qalu wal jihadu fi sabilillah? O i dërguari i Allahut, a janë këto edhe më të vlefshme se sa të dalësh
të sakrifikosh, të luftosh në rrugën e Allahut, qala walal jihadu fi sabilillah. Po tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, janë më të vlefshme, më të arta, më të rëndësishme se sa të dalësh të sakrifikosh, të luftosh në rrugën e Allahut. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yerji bi dhalika min shay. Përveç atij njeriu, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili del nga shtëpia e tij me veten e tij, me pasurinë e tij dhe kthehet pa asnjë prej këtyre mbas. Nisur nga ky hadith, të nderuar vëllezër dhe motra, kërkohet nga ne që të përpiqemi maksimalisht në bërjen e veprave të mira në këto 10 ditë. Prej veprave më të mira janë agjërimi, vullnetar nafile, dhikri të përmendurit e Allahu xhele xhelalu, leximi i Kur'anit, shtimi i namazit, dhënia e sadakas, bamirësia ndaj krijesave, nga se këto vepra të mira të afrojnë tek Allahu xhele xhelalu. Vepra e mirë në këto 10 ditë është më me vlerë se sa veprat të bëra në 10 ditë të fundit të Ramazanit. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përforcuar këtë ku tha, nuk ka ditë ku puna e mirë është më e dashur tek Allahu xhele xhelalu se sa në këto 10 ditë. Dita më e rëndësishme dhe ku duhet të agjëroj patjetër muslimani është dita e 9 e këtij muaji, që është dita e Arafatit. Dhe inshallah i bie në datën 26 maj. Pra është dita e 9 e muajit Dhulhixhe, është dita e Arafatit. Kur u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për agjërimin e ditës Arafatit, ai u përgjigj: "Ehtasibu ala Allah e yukaffiru sanata allati qabla wa sanata allati ba'da." Shpresoj tek Allahu dhe llogaris tek Allahu xhele xhelalu që agjërimi i ditës Arafatit të shlyejë mëkatet e vitit kaluar dhe mëkatet e vitit që do të vi më mbas, vitit që e pason që vjen. Këto janë ditë të bekuara, të nderuar vëllezër dhe motra. Ku e përmendëm edhe këtë ajet në hyrjen e kësaj hutbe, ku Allahu xhele xhelalu thot: "Wadhkurullaha fi ayamin ma'lumat." Që të përmendet Allahu, përmendeni Allahun në ditë të caktuara, në ditë të veçuara. Janë ditët në ditët e haxhit. Pra janë këto ditë, thon komentatorët e Kur'anit. Janë këto ditë, ditët e Dhulhixhet, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Afdalu yawmi dunya", që do të thotë ditët më të vlefshme të vitit, el ashr, pra këto 10 ditë. Ku siç tham, kulminon kjo ditë me ditën e 9, ditën e Arafatit, ku duhet të agjëruar patjetër për ata që janë jo në haxh, për ata që janë pra në shtëpitë e tyre, në vendet e tyre. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith tjetër të saktë që gjendet në Sahihul Muslim, nuk ka ditë kur Allahu xhele xhelalu liron nga zjarri i xhehenemit robër se sa ditën e Arafatit. Pra në ditën e Arafatit Allahu xhele xhelalu liron nga zjarri i xhehenemit më shumë se në ditët e tjera. Subhanallah. Po ashtu, në këto ditë begata është edhe dita e 10 që quhet Yawmun Nahr. Është dita e Kurban Bayramit, ku theren kurbane. Në këtë ditë dëshmohet besimi i besimtarit. Dëshmohet besimi se çdo ibadet që bëhet vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall e ka veçuar 10 ditëshin e Dhulhixhes, sepse është një mirësi e madhe në këto 10 ditë, subhanallahu, bashkohen të gjitha adhurimet. Në këto 10 ditë bashkohen ibadetet. Në këto ditë është e pëlqyeshme nxjerrja e zekatit, për ata që e kanë plotësuar kushtin e dhenjes. Në këto ditë
bëhet haxhi, që është për shtyllat e Islamit. Namazi po që mas mos i shkojnë ndërmendje muslimanit që ta leri, që kryet. Agjërim, këto ditë agjërohet. Dhe është e pëlqyeshme, është synet për atë që ka mundësi të filloj të agjëroj gjithë ditën e parë të muajit Dhulhixhe, pra 9 ditë rresht. Ka agjëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra atë që ka mundësi, ai që s'ka mundësi të përpiqet me do e mos që mos ta leri ditën e 9, ditën e Arafatit. Pra në këto ditë bashkohen adhurimet, bashkohet sadakaja. Në këto ditë janë të rëndësishme që patjetër duhet të kushtojmë rëndësi, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregoi qartë kur tha që nuk ka ditë ku vlera e adhurimit është më e dashur dhe më e rëndësishme tek Allahu se sa në këto 10 ditë. Muslimani duhet të përqendrohet shumë tek 5 kohët e faljes namazit. Kur do herë muslimani duhet i fali namazet. Asnjëherë mos mendoj muslimani që të neglizhoj nga këtij adhurimi madhështor. Sidomos në këto ditë të shtohet namazi vullnetar, namazi nafile, të shtohet dhikri të përmendurit e Allahu xhelle xhelalu në vetvete, të shtohet bujaria, bamirësia, sjellja e mirë, respektimi prindërve, respektimi njëri tjetrit. Pra janë ditët më të arta të vitit, nderuar vëllezër dhe motra, dhe ti shfrytëzojmë maksimum. Prandaj pejgamberi i Zotit na e tregoi qartë për vlerën e kësaj. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani Allahu li wa iyyakum mimma fihi min ayat wa dhikrin hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqi wa imtinani. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall, i cili është një i vetëm. Allahun subhanahu wa ta'ala e falenderojmë për mirësinë e madhe që na ka dhuruar, që na ka bërë musliman, se mos na udhëzonte Allahu ne nuk do ishim të udhëzuar, dhe paqja dhe bekimet e Allahut xhelle xhelalu qofshin me Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, ka shumë për të folur për madhështinë e këtyre ditëve, po koha që kemi në dispozicion nuk na tepron. Por në pika të shkurtra do të sqarojmë therrjen e kurbanit. Kurbani që kulminon, siç tha, me ditën e 10 të muajit Dhulhixhe. Kurbani është obligim për ato familje që kanë mundësi financiare. Obligohet kryetari i familjes që ta presi kurbanin. Shumica e dietarëve thonë që therrja e kurbanit është obligim wajib për ata që kanë mundësi. Dhe kurbani ka ardhur në transmetimet e sakta që do të jetë prej behimetul en'am, që do të thot prej bagëtive të buta. Dhe inshallah në datën 27 maj i bie të jetë kurbani i Bajramit. Pra devja bëhet kurban, duhet që t'i ketë mbushur 5 vjet, lopa bëhet kurban, duhet që t'i ketë mbushur 2 vjet, ciapi dhia bëhen kurban, duhet që t'i ketë 1 vit, delja, dashi, duhet të jenë 6 muaj sipër pra që të bëhet kurban, që të quhet kurban. Dhe baktia patjetër që duhet të jetë e saktë. Në çfarë kuptimi? Mos të jetë e verbër, mos të jetë e çal, mos të jetë me mangësi, mos ta ketë goditur ajo baktia tjetër, pra të jetë e saktë. Se ti po bën një kurban për Allahun Azza wa Jall dhe zgjidh atë që është e saktë, jo atë që është e met. Dhe ka ardhur një hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e preu kurban një dash që hante në të zezë,
shikonte në të zezë dhe ecte në të zezë. Që do të thotë i kishte buzë të zeza, sy të zi dhe këmbë të zeza. Pra, është i preferuar sunet nëse e ke baktin në këtë formë që përmendëm. Dhe është e pëlqyeshme që pasi të theret, ashtu siç është suneti, pra me bismillah patjetër, kafsha mos të vuaj, të mundohet ai që e therr mos t'ja tregoj mjetin prerës, dhe thoj bismillah me emrin Allahut, dhe thoj hadha Allahumme hadha minke wa ilejke, o Allahu im, ky është prej teje, ti ma ke mundsuar mua këtë dhe është për ty. Pra kjo është tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj si thash vëllezër dhe motra, s'dua që të zgjatem shumë, por shkurtimisht kjo ishte domethënë në lidhje me kurbanin që duhet ta kryej ai që e ka obligim prej kryetarit të familjes. Prandaj lut Allahun e gjithëpushtetshëm na i mundsoj ta mbërrim shëndoshë mirë këtë muaj madhështor, t'i kalojmë këto 10 ditë me adhurim ashtu siç i ka hije muslimanit. Allahun e lutim na i mundsoj pra që të therim kurban. Allahun azza wa jall e lutim që të dalim të falur nga gjunahet e kaluara dhe gjunahet të vitit që do të vijë më pas. Allahun e lutim na drejtojë, na udhëzoj në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që Allahu azza wa jall është i kënaqur. Allahun e lutim të pastroj zemrat tona, t'i bashkoj safet tona. Allahun subhanahu wa taala e lutim që të ndihmoj muslimanët kudo që janë ata, sidomos vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë që janë në sprovë të mëdha. Allahu e lehtësoft. Allahun e lutim të mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi athhar wa tabi'in lana khiyar ya wahid ya qahhar faghfir lana ajma'in.